si ndihmon dikush që ta kaloj humbjen e dikujt të afërm? Dhurata është ajo indicia ime, ishte ajo shkrepsja e vogël që ndezi flakon brenda meje se si t'i ndihmoja unë njerëzit. Unë nuk mund t'i ndihmoj njerëzit nëpërmes dhuratës time, dhurata është e imja dhe më ndihmon mua në jetën time. Por e bëra pak ka shumë si një detyrë vetes që të mësoja më tepër se si mund t'i ndihmoja njerëzit. Dhe këtu erdhi ai fakti që çdo gjë duhet normalizuar. Unë vërtet kam marrë një certifikim në mënyrën se si t'i ndihmoj në humbje, por humbja ka disa faza dhe jo të gjitha fazat janë të renditura 1, 2, 3, 4. Mund të vi pesa në fillim, 2 më mbrapa dhe 3, dhe thjesht mënyra se si ndihmoj njerëzit është duke i udhëhequr dhe duke normalizuar atë dhimbje që ata po ndjejnë për momentin. Të gjithë e ndjejmë ndryshe, të gjithë e perceptojmë ndryshe dhe thjesht unë jam aty që ata mos të ndihen sikur nuk ka njëri tjetër në këtë botë me të cilën mund të flasin. Njerëzit në fund të fundit duan një vesh të pagjykueshëm, një zemër të pagjykueshme dhe një shpatull të pagjykueshme të cilën mund të dëgjojnë dhe të hapin zemrat dhe brengat e tyre. Dhe në momentin që unë jam ai personi dhe ndihem të lirshëm të flasin me mua, aty unë përdor intuitën time që t'i ndihmoj. Dhe kjo është puna që bëj unë në përditshmërinë time. Ndihmoj njerëzit që të arrijnë të kuptojnë që çdo gjë është normale,